Aja ishte Oltioni, një diplomat i ardhur nga Roma për të kthyer në një oazë Roshnikun, e them me të vërtet një oazë sepse ai tregon se një punë e devotshme jep dhe frytet e duhura në punë. Për më shumë do na i tregoj Oltioni. Oltion, përshëndetje, kënaqësi që jemi ne sot. Oltion, unë doja ta nisja se çfarë po bëni konkretisht në Roshnik. Atëherë, ideja ka lindur qerët, sepse babai ka pas qenë gjithmonë punuar me njerëzit, ka pas i mulldi, dikur gjyshi me ujë, dhe pasi mbaroi këtë mulldirin, mulldirin, dhe i lindi idea, për fabrikën e vajt, duke shtuar, duke parë dhe prodhimin që po shtoheshin dhe bimët, edhe varietetet po nga më të ndryshme po vjeshin, edhe lindi idea, po merita është e babait, domethënë. Atëre ju keni pasur një mulli? Për çfarë? Si funksiononte? Ne kemi pasur një mulldi gjyshi me ujë, që luanin gjithë zona këtu, luanin një mulldi me ujë, pastaj me korrent, pastaj me fabrikën me linjën e parë. Fabrika linjën e parë kemi montuar diku në rreth viteve 2005-2006. Për atë kohë ishte sepse dhe ulliri ishte më i pakat, të kishim me 12 në orë, kurse par vjet futëm një linjë tjetër me 32 në orë, që të vim në ndihmë fermerëve sepse nuk e përballonim dot. Po trego pak për veten, kush jeni ju, arsimi juaj, se kjo më ka tërhequr tek historia. Në Roshnik, shkollën 8 vjeçare kam bërë në Roshnik, pastaj kam studiuar për pedagogji te Kristo Isaku, 4 vite, pastaj 2 vite e gjys kam bërë shkollë të lartë në Rom, për motive familjare, se edhe mami më ka ikur e re, për motive familjare dhe për motive kishëm dhe kredin dhe shumë gjëra të tjera, detyrova nga 2 ditë në javë që punoja si banakier, punoja nga 16 orë për ditë, vetëm si që të realizoja këtë që kam bërë sot. Tani një diplomat që kthet nga Roma, nuk është e lehtë mendoj për të bërë këtë zgjedhjen. Shiko, unë çfarë ju shtui ju përveç detyrimeve familjare? Kam jetuar diku te 20 vite në Rom, 18 vite, po më bë monotone, se punë, shtëpi, edhe këtu pasaj gjeta dhe gjysmën e jetës, edhe vendosëm që zgjidhja jonë, bashkë me nusën të dy bashkë. Ti e the shumë bukur. Sepse po të rini mandej, kjo do përkushtim, do t'jesh vetë. Ti e the shumë bukur që të lë arsimin dhe t'i kthejmë punës së kraut. Le të themi se është një punë krau, shumë e nderuar. Ka qenë e vështirë zgjedhja? Për të ndryshuar, le të themi, jetën tuaj. Ka qenë goxha e vështirë, sepse në atë kohë kemi qenë të gjithë, edhe nusja, edhe djali kemi qenë të gjithë me dokumenta, domethënë, dhe i lam edhe bëm të zgjedhje. Ka qenë goxha e vështirë, po nuk bëm pishmend. Ndihem mirë, se unë kam parimin që robi duhet jetojë atje ku ndihet mirë, në ana shpirtërore. Nëse nuk ndihesh mirë, se ti mund të jetosh dhe në Rom dhe në Londër ku duash, po nëse nuk ndihesh mirë me veten, unë këtu ndihem mirë, ndihem shtëpi. Po ma trego me pak fjalë, pse të bën të ndihesh mirë? Po më bën të ndihem mirë sepse nëse unë andej do punoja kamarier, është shumë punë e respektuar, për gjithë ata që unë kam bërë vetë, ose banakieri, po aty do ngeleshe. Më kupton? Kurse kështu kam një punën time edhe dua ta shtoj akoma më shumë. Me ky smet po përgatitemi, duam të bëjmë dhe logon ton, shishen me disa varietete vaj ullirit, sepse kripsi jonë dhe zona është shumë e mirë. Jep një vaj shumë me rendiment të mirë dhe shumë cilësor. Plus edhe ne punojmë, gjithmonë kemi pas punuar me temperaturat të ulta. Cili ka qenë ai viti që ti vendose të kthehet? Domethënë, prej sa vitesh jeni të fokusuar tek kjo zanat? Si vite, ne nga 2006 që kemi bërë impiantin e parë, pastaj unë vetë pse shkoja, vija vetëm për sezonin, kurse nga 2018-19 që unë vendosa pastaj të stabilizohesha. Kur keni filluar të shihni frytet e punës tuaj? Me thënë drejtën, ka diku nga 2018-19 që, sepse dhe ulliri më përpara, njerëzit vinin, dikush vinte me 1 kuintal, 2 kuintal, tani vinë të gjithë kanë kapacitete shumë të larta.
Por ndonjëherë keni ndjer presionin e konkurrencës, domethënë mendimin që Po, ndoshta nuk do t'ja dal, se ka shumë prodhim në treg. Shiko. Ndoshta s'do jemi miri. Unë jam tip që nuk para bëjmë mbrapa në kuptimin që në qoftë se do bëjam hapin mbrapa, do ta kisha mbyllur fare dhe do isha në Rom sot. Nuk do fakti që si unë dhe gruaja dhe babai ju futëm kësaj pune, edhe njerëzit vinë sepse din çfarë produkti marrin te ne. Në fillim po, kam pasur konkurrencë sepse të tjerët punonin me shumë temperatura të larta. Edhe jepnin 1 litër, 2 litra më shumë, po faktikisht ai nuk është vaj. Ato janë lengjra, janë bullendre e quajmë ne. Po, për proceset e punës do flasim pak më vonë, por unë doja të dija